Një operacion I gjerë policor I koduar Streha ka çuar në zbulimin e një baze prostitucioni dhe shpërndarje droge në qytetin e Elbasanit. 4 shtetase të huaja janë arrestuar në flagrancë, ndërsa organizatori I dyshuar është shpallur në kërkim. Aksioni u zhvillua nga strukturat hetimore të policisë së Elbasanit në bashkëpunim me prokurorinë, pas një hetimi të ndjekur me metoda proaktive. Sipas burimeve zyrtare në një objekt 3-4 në lagjen Visarion Xhuvani, ushtroi prostitucion dhe njëkohësisht shpërndashin lënë të narkotike të llojit kokainë dhe kanabis. Gjatë ndërhyrjes në ambientet e këtij objekti u arrestuan 4 shtetase nga Kolumbia dhe Republika Dominikane. Nga hetimet paraprake rezulton se ato jo vetëm ushtronin prostitucion, por edhe ushqisnin klientëve lënë të narkotike. Në cilësinë e provës materiale, policia sekuestroi rreth 0.5 kg kanabis, 35.3 gram kokainë, një shumë parash armë sportive, telefonat celular dhe sende të tjera që dyshohet se përdoreshin në aktivitetin kriminal. Ndërkohë është identifikuar edhe organizatori I dyshuar I kësaj veprimtarie, shtetasi me iniciale AT, 56 vjeç, I cili është shpallur në kërkim. Policia bën me dije se puna për kapjen e tij vijon intensivisht. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Elbasanit për vijimin e hetimeve dhe ndjekjen penale të rastit.